Kështu ndërtohet shteti. Dhe zotëri Kurti, në momentin që e ka shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës, tregon që s'është në gjendje mja dorëzu askuj qeverisjen, që don pushtet absolut mbi gjithçka në këtë vend. Prandaj po du më thonë edhe një herë, diktatura, autokracia nuk ndodhin brenda natë dhe nuk ndodhin në momentin që mbyllën kufit. Kjo është izolimi i shtetit, prishja marrëdhënieve me aleat ton strategjik. Sot a ditë na mbetën pa dialog strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka fillu një proces me Serbinë, jo me shtetin që e ka marru. Jo për fajin e tyre, po për shkak se na kishim në krye të vendit një njeri që nuk din me punu me alat. Jo dhe që nuk din, po as nuk don. Gazet amerikan i tha jo, këne del thot qytetarëve i mashtrojnë thot nuk më thonë jo. Nëse s'ki thonë jo, thuj po. Çka është diferenca? Po ose jo? Pse i thuhet një projekti madhor ku krejt rajoni është përfshi, pse i thuhet jo? Do më thonë, e ka izolu Kosovën, edhe është ka e shpërbën prej mrenda, për ndryshe nuk ka asnjë arsye me shkel Kushtetutën. Kanë kalu disa ditë, dhe është momenti i fundit që përfundimisht ju dëshmoj qytetarëve se pas zgjedhjeve kushdo që vendoset me udhëheq shtetin, ka me udhëheq për të gjithë oraj. Mi u dëshmu qytetarëve të Republikës Kosovës që ai s'u ka punon kundër shtetit, po ka punon për shtetin. Një njeri që punon për shtetin nuk e bllokon vetë shtetin e vet. Dhe aktualisht Kurti e ka bloku, e ka pezullu komplet Kosovën, është të e mbajt peng, përderisa po flasim, jemi të hup mundësi pa fond, jemi të hup fonde pa fond, edhe prej Bashkimit Evropian, edhe bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe gjithçka. Do të thonë, kemi kalu prej një shteti që kemi diskutu antarësimin në NATO dhe në BE, në një shtet në krizë,